Eliona ulet me disa nga banorët dhe, pasi rri pak në heshtje, vendos të hapet më shumë se zakonisht. Ajo merr frym thellë, sikur po përgatitet të tregojë diçka që e ka mbajtur brenda për një kohë të gjallë. Të tjerët e vërejnë se ajo po bëhet serioze dhe e dëgjojnë me vëmendje. Eliona fillon të flas ngadalë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Unë kam kaluar disa gjëra. Jo shumë të lehta, thot ajo. Dikur, para shumë kohësh, kam qenë e përndjekur. Nuk ishte situatë e thjeshtë. Ishte diçka që më krijoi shumë frikë, ankth. Dhe më bëri të mos ndihem më e sigurt si më parë. Ajo ul syt për pak sekonda, pastaj vazhdon, unë e kujtoj atë periudhë. Dhe ndonjëherë edhe sot më vijnë ndërmend ato ndjenja të pakëndshme. Ndihesha sikur nuk kisha qetësi, sikur po më ndiqnin vazhdimisht. Jam munduar shumë ta kaloj, por të them të drejtën, ajo gjë nuk harrohet plotësisht. Banorët e dëgjojnë me qetësi dhe askush nuk e ndërpret. Eliona përpiqet të buzëqesh lehtë, por shihet që kujtimet përsëri e prekin, prandaj, kur shoh se si po bëhen disa njerëz sot, vazhdon ajo, më vjen shumë keq. Më duket se disa persona po humbin kufijtë e respektit. Po bëhen të çuditshëm, të sëmurë në mënyrën si sillen. Të obsesionuar. Manjak madje. Dhe kjo më shqetëson shumë, sepse më kujton atë që kam kaluar. Ajo tund kokën ngadalë, me një lloj zhgënjimi të përzier me lodhje emocionale. Nuk është e lehtë të flas për këtë, por thjesht dua që njerëzit ta kuptojnë se këto gjëra ndikojnë, dhe dikush që i ka përjetuar, e ndjen gjithmonë pak frikë nga ajo që mund të ndodhë. Banorët e afërm i afrohen pak më shumë, duke i treguar se e dëgjojnë dhe e vlerësojnë hapjen e saj. Eliona duket sikur merr frym më lirshëm, e lehtësuar që më në fund e ka ndarë këtë histori që e ka mbajtur brenda për kaq gjallë. Linda ul në divan me banorët e tjerë dhe nisi të fliste me një qetësi të rrallë, sikur më në fund po hapte zemrën për një temë që e kishte mbajtur për vete. Ajo ngriti supet lehtë dhe tha me një buzëqeshje të vogël, po ta them sinqerisht. Kam menduar shpesh se çfarë lloj mashkulli do të ishte ideal për mua. Dua dikë të fortë, të sigurt te vetja, por edhe të sjellshëm. Dikë që di të mbrojë, di të qesh dhe di të jetë i pranishëm. Dhe po. Mendoj se Edi do të ishte shumë afër idesë time të mashkullit ideal. Banorët e tjerë e shikuan me habi, sepse Linda zakonisht nuk i shprehte hapur këto gjëra. Ajo vazhdoi, duke buzëqeshur sikur po e analizon me kujdes. Edi ka atë lloj energjie që më pëlqen. Ka vetë besim, por nuk është i frikshëm. Ka humor, por di edhe kur të jetë serioz. Edhe pse ne kemi pasur debatet tona këtu brenda, e shoh që karakteri i tij është i fortë. Jam e bindur që unë dhe ai do të shkonim shumë mirë bashkë, nëse do t'i jepnim vetes mundësinë të njiheshim më thellë. Ajo mbështeti bërylin në jastëk dhe vazhdoi më me qetësi, nuk po them që jam e dashuruar apo diçka e tillë. Por po flas për përputhshmëri. Dhe po, mendoj se Edi ka shumë nga cilësitë që unë kërkoj tek një mashkull. Ai është energjik, i drejtë për drejtë dhe nuk friksohet të thotë mendimin e tij. Këto i vlerësoj shumë. Banorët nisën të shkëmbenin shikime mes vete, disa të buzëqeshur, disa të habitur. Disa madje e ngacmuan Lindën me batuta të lehta, ndërsa ajo thjesht qeshi dhe ngriti duart sikur të thoshte, po, e thash. Dhe nuk e mohoj. Atmosfera u bë e gjallë dhe e ngrohtë, ndërsa Linda vazhdoi të shpjegonte sepse shitet tek Edi dik me të cilin mund të kishte një marrëdhënie të mirë, duke e bërë të qartë se kjo ishte vetëm një reflektim i sinqert dhe jo një deklaratë romantike. Toni qëndron përballë Bias, i emocionuar dhe paksa i tensionuar, si dikush që po mban brenda fjalë që prej kohësh ka dashur t'i thollë. Ai merr frym thellë, duke mbledhur kurajon dhe më në fund afrohet drejt saj. Syt i shkëlqejnë dhe në fytyrën e tij shihet qartë se ai nuk po e përjeton këtë moment si lojë apo improvizim, Bia. Duhet ta them, fillon ai me zë të butë. Unë kam ndjenja për ty, të kam parë çdo ditë, kam folur me ty, kam qeshur me ty dhe e kam kuptuar që jam duke rënë në dashuri me ty, nuk dua ta fshem më. Bia hap sytë e habitur, e kapur ngrohtë në befasi nga deklarata e tij. Toni afrohet edhe më shumë dhe papritur e përqafon fort. Me një përqafim të sinqert, të ngrohtë, që nuk ka asgjë artificiale.
Duket qartë se ai po shpreh atë që ka mbajtur brenda prej ditësh. Bia, pas disa sekondash, i kthen përqafimin. Ajo buzëqesh dhe i vendos dorën mbi shpatull, duke e parë drejtë në sy. Toni, edhe unë kam ndjenja për ty, i thot me një ton të qetë, por të mbushur me emocion. Ndoshta nuk e kam thënë hapur, por e kam ndjerë. Dhe nuk dua të shmang asgjë. Banorët që janë afër e vërejnë momentin, por nuk ndërhyjnë, disa thjesht buzëqeshin duke vënë re se ky është një nga ato momente të rralla kur dy njerëz hapen pa frikë. Toni e mban Bias edhe pak në krah, ndërsa thot me zë të ulët, duke mos e hequr shikimin prej saj, nuk më intereson çfarë thon të tjerët. Dua të jem i sinqert, dua të jem pranë teje. Bia tund kokën lehtë, duke buzëqeshur me atë buzëqeshjen e saj që zakonisht e jep vetëm kur ndihet e sigurt dhe e kuptuar. Atmosfera mes tyre bëhet e qetë, por e ngrohtë, dhe është e dukshme se të dy po e përjetojnë këtë moment me ndjenjë të ndërsjellë. Duket qartë që Toni e pranon hapur pëlqimin e tij, dhe Bia nuk e refuzon, përkundrazi, ajo e kthen ndjenjën. Një lidhje e re duket se po formohet mes tyre, me sinqeritet dhe afërsi që nuk mund të fshihet më. Benita afrohet tek Toni me një qëndrim serioz, sikur ka diçka shumë të rëndësishme për t'i thënë. Ajo e tërheq paksa mënjan, larg të tjerëve, dhe me një ton që përpiqet ta mbajë të ulët, fillon t'i flas. Toni, dëgjoj pak, i thot ajo, duke tundur kokën me një farë shqetësimi të shtirur. Ti duhet të kesh shumë kujdes. Bia nuk është vajzë e mirë siç mendon ti, ajo është vajzë e përdal, Toni, dhe po të them këtë për të mirën tënde. Nuk dua të shoh të ngatërohesh me dikë që s'ka as karakter e as respekt për veten. Benita vazhdon të flas me një ton që përzihet mes thashëthemeve dhe dramatizimin. Ajo nuk është siç paraqitet. Ajo vetëm shtiret dhe ti po e beson. Por unë e njoh më mirë. Ajo nuk të sjell asgjë të mirë. Mos u mashtro. Toni e dëgjon me qetësi, pa i ndërprer fjalët. Ai e shikon drejt në sy, me një shprehje që nuk lë të kuptohet as nervozizëm e as befasi, vetëm një lloj sigurie të thellë. Kur Benita mbaron, ai thjesht merr frym thellë dhe i përgjigjet qetësisht, Benita. Nuk më intereson çfarë thua për Bian, i thot ai. Unë e njoh vetë, flas me të çdo ditë, e shoh si sillet, si mendon dhe si ndihet. Nuk kam nevojë për thashëtheme. Mua më intereson ajo që shoh vetë, jo ajo që më thot dikush tjetër. Benita mbetet për një moment të hutuar, sepse priste që Toni të ndikohesh ose të paktën të tregonte dyshim. Por ai qëndron i qetë, i bindur në atë që mendon. Ajo mund të jetë çfarë të duash ti, vazhdon Toni, por kjo nuk më ndryshon gjë. Unë e kam zgjedhur vetë të jem pranë saj. Nuk kam nevojë për paralajmërime. Benita e kupton se fjalët e saj nuk po bëjnë asnjë efekt. Ajo shikon nga larg Bian, pastaj Tonin, dhe fytyra e saj tërhiqet në një shprehje të pakënaqur, sikur e gjithë përpjekja e saj dështoi. Toni thjesht largohet ngadalë, duke lënë Benitën pas, e cila qëndron ende aty, e irrituar që ai nuk u ndikua fare nga fjalët e saj. Kushtrimi i afrohet Elionës me një buzëqeshje të butë dhe një shikim që tregon qartë admirimin e tij. Ai e sheh për disa sekonda dhe pastaj vendos të flas, duke zgjedhur fjalët me kujdes, por gjithmonë duke i dhënë vëmendje asaj. Eliona, duhet të ta them. Trupi yt është fantastik, thot ai me një ton të ngrohtë dhe pak të ngacmuar. Forma jote është e bukur dhe e shikoj me kënaqësi çdo herë që afrohesh. Nuk është vetëm pamja, por edhe mënyra si qëndron, si lëviz, ka diçka tek ti që tërheq vëmendjen. Eliona qesh lehtësisht dhe tund kokën, duke e bërë të qartë që nuk do të marrë seriozisht fjalët e tij. Ajo e di që kushtrimi po mundohet të krijojë një moment të veçantë dhe ndjen një farë kënaqësie nga komplimentet. Por nuk duket se ka ndonjë ndjesi romantike për të, po kushtrimi, i thot ajo me një buzëqeshje ironike, po e di që po përpiqesh të më tallësh, apo jo? Nuk është se unë po marr seriozisht gjithë këto komplimente. Ai qesh, pak i hutuar, por duket se nuk do të dorëzohet. Jo, nuk po të tall, thot ai duke e parë seriozisht, unë po e them me sinqeritet. Ti e meriton të dëgjosh këtë. Nuk është për të tallur apo për lojë, thjesht. Më pëlqen shumë si dukesh. Banorët e tjerë që ndodhen aty afër e shikojnë këtë ndërveprim me kuriozitet, disa qeshin, disa shikojnë me habi, duke e kuptuar tensionin dhe lojën e ndjenjave që po zhvillohet mes tyre.
Eliona i kthen një buzëqeshje të qetë dhe shtrëngon pak krahët, sikur të thoshte, po e di që po më pëlqen, por mua nuk më rëndon fare kjo. Nuk dua që ndjenjat të tjera të përfshihen këtu. Kushtrimi tund kokën, por buzëqeshja nuk largohet nga fytyra e tij. Është e qartë për të gjithë se ai po e pëlqen shumë Elionën, por ajo vazhdon ta shoh vetëm si një shok, duke ruajtur distancën dhe duke mos lejuar që ndjenjat e tij të ndikojnë në marrëdhënien e tyre. Momenti mbetet i tensionuar, por gjithashtu i lehtë dhe plot humor, duke treguar se pëlqimi i kushtrimit është i dukshëm, por nuk ka përgjigje. Kushtrimi afrohet ngadalë drejt Elionës dhe e përqafon me një ngrohtësi të dukshme, duke e bërë momentin të duket i veçantë. Ai i vendos duart lehtësisht në shpatullat e saj dhe fytyra e tij shfaq një buzëqeshje të qetë, sikur të dëshirojë të tregojë për kujdesje dhe afeksion. Eliona fillimisht qesh, një qeshje e lehtë që duket si reagim ndaj buzëqeshjes dhe afërsisë së tij, por edhe si mënyrë për të ruajtur një distancë të vogël emocionale. Kushtrimi duket qartë i lumtur nga afërsia dhe përpiqet të afrohet pak më shumë, duke i folur me një ton të butë. Po më pëlqen të jem pranë teje, e di që ndoshta duket çuditshëm, por dua të jem afër. Ai përpiqet të krijojë një moment intim, të qetë dhe të ngrohtë, por pa shprehur diçka shumë të fortë që të tensionojë situatën. Eliona, ndërkohë, e shikon me kujdes, duke mbajtur qeshjen e saj për të ruajtur humorin dhe distancën. Ajo e di që kushtrimi ka ndjenja më të forta për të, por nuk duket se i përgjigjet në të njëjtin nivel. Ti je si gjithmonë shumë i shoqërueshëm, kushtrimi, thot ajo me një ton të lehtë, duke qeshur, por unë të shoh vetëm si shok. Nuk dua që të keq kuptohet diçka këtu. Kushtrimi tund kokën paksa, por buzëqeshja nuk largohet nga fytyra e tij. Ai e di që momenti nuk është për të shprehur ndonjë gjë më shumë, por nuk mund të ndalojë dëshirën për të qëndruar pranë saj. Ata qëndrojnë për disa çaste të heshtur, duke u përqafuar lehtësisht, ndërsa banorët e tjerë e vërejnë skenën dhe qeshin me lehtësi, duke kuptuar se ka një lloj afeksioni dhe lloj ndjenja mes tyre. Por gjithçka mbetet e pastër dhe e shoqërore nga ana e Elionës, pavarësisht buzëqeshjes së saj dhe qetësisë që përpiqet të ruajë, është e qartë se kushtrimi dëshiron të afrohet më shumë. Ndërsa Eliona vazhdon të tregojë se e sheh atë vetëm si mik, duke ruajtur një kufi të qartë mes tyre. Momenti mbetet i ngrohtë dhe plot humor, por pa prekur ndjeshmëritë më të thella, duke e bërë marrëdhënien mes tyre të komplikuar. Alba ulet me këmbët tërësisht të kryqëzuara dhe fillon të flasë me një ton të vendosur, por edhe të hapur, sikur po tregon një pjesë shumë personale të dëshirave të saj. Banorët e tjerë e dëgjojnë me kujdes, duke kuptuar se ajo po tregon diçka që nuk ka shpërndar më parë. Dua të jem e sinqert me ju, thot Alba, duke tundur kokën dhe duke marrë një frym të thellë. Kur them që dua një burr, nuk është thjesht për të qenë me dikë. Dua një burr të pasur. Jo që të jem e varur nga ai, por sepse dua që të mos shqetësohem për asgjë materialisht. Dua të kem siguri dhe komoditet. Nëse burri im nuk ka punë që sjell shumë të ardhura, nuk ka fare rëndësi për mua. Nuk dua të angazhohem në gjëra që nuk më sjellin stabilitet. Dua të jem e qetë dhe të kem gjithçka që më nevojitet pa u stresuar për lekët. Ajo e përshkruan këtë me një pasion të dukshëm, duke u ndalur për të bërë një shpjegim më të qartë. Nuk dua të më keq kuptoni. Nuk është se kërkoj luks pafund, por dua një jetë të mirë, të planifikuar, ku mund të jem e lumtur dhe të mos shqetësohem për gjërat bazë. Dua një burr që ka ambicie dhe mundësi të më ofrojë një jetë të sigurt. Nuk më intereson të luftoj për gjithçka vetë apo të bëhem e lodhur duke u përpjekur vetëm. Banorët rreth saj mbetën të heshtur për një moment. Duke reflektuar mbi fjalët e saj dhe duke kuptuar se ajo po shpreh një dëshirë të thellë për stabilitet dhe komoditet në jetën personale. Alba tund kokën dhe buzëqesh pak, sikur të thoshte, ky është standardi im dhe nuk më turpëron ta them. Dua një marrëdhënie ku të dy ndjejmë komoditetin, respektin dhe sigurinë, dhe kjo fillon nga siguria materiale, po patjetër edhe nga ndjenja dhe respekti reciprok. Ajo përfundon rrëfimin e saj me një shikim të vendosur drejt banorëve të tjerë, duke lënë të kuptohet qartë se nuk është e gatshme të komprometojë për gjëra që nuk i përputhen standardeve të saj. Atmosfera mbetet e qetë dhe reflektuese. Ndërsa të gjithë kuptojnë se Alba ka një vizion të qartë.